Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të nderuar miq, sot do të vazhdojmë me leximin e pjesës së dytë të gjyzit apo pjesës së 14 të Kuranit të lartësuar. Përndryshe, ne jemi këtu në orën e mësimit në shkollën e diturive kuranore, ku e lexojmë në gjuhë shqipe rrjedhshëm leximin e Kuranit për kthimin nga profesor doktor Feti Mehdiu, si dhe bëjmë një komentim të sipërfaqësor letrar për arsye se kemi disa përkthime në gjuhën shqipe, më se 7-8, mirë po për shkak se ju keni kërkuar që ta kemi leximin e Kuranit në gjuhën shqipe nga profesor doktor Feti Mehdiu, i cili është, mund të themi, një prej më të mirëve të përkthyer, nga se vetë profesori është arabolog dhe është profesori i gjuhës arabe dhe ka qenë edhe dekan në fakultetin e Universitetin e Prishtinës, pra në degën e orientalistikës. Prandaj është një mundësi shumë e mirë që ju duke vozitur, duke ndenjur, duke pushuar, duke punuar, qoftë edhe në shtëpi, pasi që nuk keni atë mundësi, sepse ky Kuran që 27 vite nuk është të ribotuar për shkaqe të ndryshme subjektive të personave të cilët nuk kanë dëshirë ta kenë këtë përkthim, dhe ndoshta edhe nuk është mundësia, prandaj është mundësia që unë ta lexoj për juve. Para se ta lexojmë këtë, pra pjesa e dytë e gjyzit të 14 të Kuranit, do të filloj prej surës Nahl, ajeti 43, ku përndryshe deri në fund të kësaj sure, ku mbaron edhe pjesa e 14, përndryshe Nahl do të thotë bleta. Pse quhet kështu? Sepse ajeti 68 dhe 69, Zoti flet për bletën, mënyrën se si e ka udhëzuar atë për ta krijuar mjaltin e tjera e tjera. Veç pak që tutja nalja do zënë. Edhe kështu, pra, për këtë mënyrë e ka marrë edhe emrin bleta, apo surja Nahl. Vendi është i surës i zbritur, siç e dimë, surët kanë zbritur edhe në Mekë, edhe në Medinë, prandaj kjo thuhet se një pjesë e kësaj ka zbritur në Mekë. Tema kryesore është njësimi i Allahut për tevhidin, për besimin në njëshmërinë e Zotit, që është kusht bazamenti i fesë për të qenë fetar, për të qenë besimtar. I kemi 3 komponenta, 3 pjesë, ashtu themi, që e krijojnë bazamentin. Është tevhid, besimi në Zot, me atë besimi në botën tjetër dhe nubuvet, besimi në profetët e Zotit. Gjithashtu tregon në këto versete se si janë dërguar profetët si pejgamber për t'i udhëzuar njerëzit që ata ta pyesin profetin dhe dietarët e tyre. Paralajmërime, gjithashtu në këtë sure ka shumë paralajmërime për ata që nuk besojnë se çfarë do t'i gjej edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Gjithashtu përmenden edhe mirësitë e Allahut që Zoti ka krijuar në tokë si për kafshët, si për njerëzit. Përmendet bleta, përmendet frymëzimi, si Zoti e frymëzon bletën për me shku deri te nektari, e tjera do t'i lexojmë dhe për me ardhur deri te prodhimi i mjaltit. Gjithashtu Zoti dhe profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, na mëson shumë bukur se si mjalti është shërim për shumë sëmundje tek njerëzit. Dhe njëra prej gjërave më së shumti që ka dashur profeti ka qenë mjalti dhe qumshti. Pastaj thotë, gjithashtu kemi edhe ajete ku Allahu urdhëron drejtësinë, bamirësinë dhe dhënien ndaj të afërmve dhe ndalon imoralitetin, të keqen dhe padrejtësinë. Në këtë ajet, pra ky ajet është më i njohur, thotë Allahu urdhëron numër 1 drejtësinë, bamirësinë
dhënien ndaj të afërmve, nëse ke të varfër në familje tënde, duke fillu prej vajzës tënde, dhëndërit tënd që është i martuar, motrës, vllaut, pastaj të afërmit tjerë që i ke prej atyre, pra duke fillu sadakon, numër 1 bëhet e të afërmit e tu, pastaj tek të afërmit e tjerë. Gjithashtu në këtë sure përmendet ndalimi nga gënjeshtës ndaj Allahut, sprovat e besimtarve dhe shpërblimi i tyre, Zoti që i sprovon besimtarët, njerëzit që i don. Prandaj edhe tregon çfarë është shpërblimi i tyre. Gjithashtu Zoti në këtë sure na shpjegon edhe për mohuesit, çka i pret ata, e tjera. Pa humbur kohë, ne po ja fillojmë me leximin e lutjes për Kur'an, para leximit të Kur'anit. Ju lutem të gjithë së bashku të gritemi shpirtnisht, sepse leximi i Kur'anit në gjuhën arabe na ngrit shpirtnisht, na lidh me Zotin ton, ndërka që leximi i Kur'anit në gjuhën shqipe gjithashtu na lidh me Zotin, me fjalën e Zotit, sepse çdo fjalë e Zotit flet për neve, flet me neve. Kur ta lexoni Kur'anin, paramendoni se Zoti po të flet ty dhe shiko se çfarë mesazhi ke mund me nxjerr prej një verseti, apo prej një faqe, apo prej 10 faqeve. Dhe kështu ne do ta ndriçojmë mendjen tonë. Pse na duhet ndriçimi i mendjes, sepse ne nuk metemi të njëjtë siç kemi qenë dje, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, thotë të mjeruar janë ata njerëz të cilët e kanë të njëjtë ditën e sotshme si të djeshmen. Prandaj mundohuni që të merrni informata qoftë edhe në për këto rrjetet sociale, por më e mirës është që çdo mëngjes në trurin e juaj të freskët ta mbushni me frymëzim, ta frymëzoheni përmes leximit të ndonjë libër, sidomos Kur'anit. Prandaj, mos u mundoni me lexu libra tjerë nëse së pakun nuk e keni lexuar Kur'anin minimumi 4 herë. Pra, Kur'ani ka 300 fletë, është që janë të ndarë në 30 fletë, që i bie një gjys, një pjesë e Kur'anit është 10 fletë, pra 20 faqe. Nëse marrim me minutash me shiku, sa janë ato 20 faqe, na del që 20 faqe na mundemi me lexu për 40-50 minuta. Hajde nëse dëshirojmë pak mu thellu me undal, hajde 1 orë. Pra 30 pjesë nga 1 orë për 30 orë, as 2 ditë plota, pra 24 orë i ka dita, as 2 ditë plota ju nuk humbni për me lexu Kur'anin. Prandaj mos lexoni libra tjerë pa e lexu Kur'anin. Vazhdojmë. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allahu im, ti me të vërtet e ke zbritur Kur'anin. O Allahu im, më dhëroje dëshirën tonë ndaj teje. O Allah, bëre Kur'anin dritë në shikimin tonë edhe shërim në zemrat tona. O Allah, na largo brengën dhe dëshprimin me këtë lexim të Kur'anit. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kur'an. Amin. O Allah, zbukurona fytyrat tona me Kur'an. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kur'anit. O Allah, leximin e Kur'anit peshoje rand në peshoren ton si vepër të mirë, adhurimi. Amin. O Allah, na bëj të mundshëm leximin e Kur'anit me respekt edhe ditën edhe natën. Dhe, o Allah, na ringjall me Kur'anin, me profetin dhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur e të pastër. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed.
Selami qoftë për mbi Muhamedin dhe familjen e Muhamedit. Tash do ta lexojmë një verset kuranor në gjuhën arabe dhe pastaj më njëherë vazhdojmë në gjuhën shqipe. Ju lutem, mos pritoni, bëni like, bëni tap, përprekni aty like, shpërndajeni sa më shumë live-in, post, repost, sepse aty e keni shpërblimin, inshallah dhe na kemi këtë shpërblim, që po e lexojmë fjalën e Zotit. Dhe të jeni të lumtur që këtu sa veta jeni 62 veta, juve ju ka zgjedh Zoti, nuk jeni rasisht në live-in tim. Prandaj jeni së bashku të lutemi Zotit, të lidhemi me Zotin, ta duam Zotin dhe fjalën e Tij, të kërkojmë pendim, mos të jemi mohues, po të jemi pranues i fjalës së Zotit. Sa më shumë që lexojmë Kur'anin, aq më shumë ngritemi shpirtërisht dhe aq më shumë në ndriçohet mendja jon. Vazhdojmë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna min قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Fjala e Allahut të lartësuar është e vërtetuar. Vazhdojmë me leximin e Kuranit në gjuhën shqipe dhe interpretimin, komentimin letrar të këtyre ajeteve, pra në mënyrë sipërfaqësore, pasi që nëse të ishim dalë ta komentonim apo ta interpretojmë komentimet e Kuranit fjalë për fjalë, do të na duhej ndoshta 100 ditë për një ajet. Atë është i rëndësishëm fjala e Zotit. Por ne do të lexojmë vetëm në lexim letrar dhe komentim letrar. Faleminderit Aserita, mashallah edhe për juve. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I mbështetem Allahu të më ruaj nga shejtani i mallkuar, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ne edhe para teje për profetët kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve u kemi dhënë shpallje. Pyetni pasuesit e librit, nëse nuk e dini, pasuesit e librit, këtu do me thënë, edhe të krishterët edhe të jevrejët që kanë qenë para profetit Muhammed. Pra, argumentet të qarta dhe libra kemi dhënë, ndërsa ty o Muhammed, të shpallëm Kuranin, tu asqarosh njerëzve atë që u shpallet, mbase edhe ata do të mendojnë. Pra, Zoti në Kuran 130 herë përmend, fela taqilun, pse s'po mendoni? Edhe këtu i thot Zoti, ne ja shpallëm Kuranin njerëzve, atë që u shpallet, atë që u thuhet, mbase edhe ata duhet të mendojnë. A janë të sigurt ata që ndërrojnë dinakëri të dyta, se Allahu nuk do t'i shti në dhe, ose nuk do t'u avi dënimi prej ka as nuk e paramendojnë?
ata njerëzit që bëjnë dinakria janë të sigurt se nuk kanë me vdek, nuk kanë me hyrë dhe, ose se nuk do t'i rrëmbejë në luhatshmërinë e tyre se ata nuk janë mrekulli bërës, apo se nuk do t'i përfshi me të merë. Ndërka që Zoti juaj është një mend I butë dhe I mëshirshëm. Pra, shikoni, këto ligësi, këto errësirën, të merrin e përmend Zoti, po prap në fund të saj thot, ndërsa Zoti juaj është një mend I butë dhe I mëshirshëm. Po, a nuk shohin ata hiç se çka ka krijuar Allahu? Herë djathtas, herë majtas, zgjat hijen e vet, si për ulljen dhe Allahut, edhe jo madje është për ullje. Do më thënë Zoti e përmend se si e zgjat hijen edhe djathtas edhe majtas. Allahut I falet, bën sejdë çdo krijesë gjallë në qiell dhe në tokë, si edhe engjujt edhe ata nuk bëjnë mendje madhësi. I friksohen Zotit të vet I cili I sundon me ata dhe veprojnë ashtu si u urdhërohet. Allahu thot, mos I besoni dy zotrave. Kjo është për të krishterët, sepse feja islame vjen me përsos fenë e Zotit, ndërka që feja hebreje, krishtere, janë feje të cilat e kanë pas sheriatin, jurisprudencën e tyre, po prapa ajo ka qenë fe e Zotit, se në nuk kemi 3-4 fe. Njëra është feja është e Zotit, që emrin e ka paqe, në gjuhën shqipe, ose në kuta di unë gjuhë tjera. Por, 600 vjet ka pas diferencë nga koha e Jezusit, Isaut dhe te profeti Muhammed. Kështu që ka pas edhe devijime në fenë e tyre. Prandaj, Zoti thot, mos u besoni dy zotrave, vetëm një është Zoti, dhe friksohuni vetëm mua. E ti është gjithçka që është në qiell dhe në tokë, dhe feja e ti është e qëndrueshme. Shkoni, feja e Zotit nuk është feja e muslimanit, e krishterit, e judës, që është kriju feja e jahuditve, hebreje, apo prej Krishtit, feja e Krishtit, apo prej Muhamedit, feja e Muhamedit. Jo, nuk është feja e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi ta, por është feja e Zotit, që emrin e ka paqe. Por ne, muslimant, ndonjëherë jemi fanatik, në vend se me përkthy fjalën Islam, që do më thënë paqe, dhe e përfshin të gjithë në Islam, edhe krishterët, edhe besimtarët, edhe ata pak besimtarë, pra që e përfshin në kretë këtë emër të mrekullueshëm që ka emrin Islam në gjuhën arabe, apo Islam në gjuhën paqe në gjuhën shqipe. Pra, gjithmonë Zoti thot është feja është e imja, nuk është e Krishtit, as e Judës, as e Muhamedit. Vazhdojmë. E ti është gjithçka që është në qiell dhe në tokë, dhe feja e ti është e qëndrueshme. Ati friksoheni tjetër kujt përveç Allahut, nga Allahu është çdo dhunti që e shijoni. E sapo u godit ndonjë rrezik, prapa ti I luteni për ndihmë. Dhe pastaj kur ai u largon rrezikun, një grup prej jush I bëjnë shok Zotit të tyre. Pra, kur janë në rrezik, thënë I luten Zotit, por kur I largohet rreziku, prapa ta I luten, I bëjnë shok Zotit. Për ta mohuar atë që ne u kemi dhënë, ani, kënaquni, por do ta shihni. Atyre që nuk din asgjë, u japin një pjesë nga jo që u japim ne. Pasha Allahun do të merreni në pyetje për atë që po trilloni gënjeshtra gjithmonë. Do më thonë, gjithmonë ata prisit, predikuesit të ignorantëve nuk ja kanë treguar të vërtetën e plot, po vetëm një pjesë dhe tjerat I kanë trillu. Po Zoti thot, ani,
thot se do ta shihni. Allahut i përshkruajnë vajza, qoftë lavdruar, kurse vetës atë çka dëshirojnë vetë. Pra, kurse vetës atë çka dëshirojnë vetë, edhe njëherë. Pra, këta njerëzit që i besojnë dy zotrave, e ka fjalën për të krishterët, e asaj kohe, për fat të keq edhe kësaj kohe. Allahut i përshkruajnë vajza, qoftë lavdruar, Zoti nuk ka ata vajza, kurse vetës atë çka dëshirojnë vetë. Ndërsa kur ndonjëri t'i lajmërojnë se i ka lindur vajzë, i tmerrohet fytyra dhe bëhet si mirë. Në kohën e profetit kjo pra, që s'kan pas dëshirë me i lind vajzat. Fshihen prej njerëzve për fatkeqësinë që i kanë lajmëruar, pra vajza kur ka lind në tokat arabe para islamit, po nëse ka lind vajzë, nga barku i nënës e kanë vërros për së gjalli. Pra, fshihen prej njerëzve për fatkeqësinë që i kanë lajmëruar, se i ka lindur vajzë. A ta ruaj kështu i nënçmuar, apo ta shtjerë në dhe ta varros për së gjalli, po sa keq që gjykojnë. Pra, kështu kanë menduar. Ata që nuk besojnë në botën tjetër janë shembulli keq. Kurse Allahu është shembulli i amshueshëm. Ai është i fuqishëm dhe i urtë. Sikur Allahu t'i dënonte njerëzit për krimet e tyre, nuk do të lindte asgjë të gjallë në tokë, por ai i lë deri në një afat të caktuar. E kur vjen afati, për asnjë moment nuk munden as të vonojnë e as të shpejtojnë. Pra afati i vdekjes. S'ka shansa as me zgjat jetën, as me vonu, as me shpejtu. Ata i përshkruajnë Allahut atë ndaj të cilës vetë ndjejnë neveri. Dhe gjuhët e tyre flasin gënjeshtra, thonë, atyre u takon mirësia, mirë po ata pa dyshimi pret zjarri. Ata do të futen të parët në të, ata që kanë thurë gënjeshtra për Zotin. Pasha Allahun, ne edhe për para teje popujve u kemi dërguar profet, por djalli u a ka zbukuruar atyre sjelljet e veta, dhe tani ai është shok i tyre, ata i pret dënimi dhëmshëm. Ne ty të shpallëm librin, vetëm se tu asqarosh atyre çështjen rreth të cilës u përçan, dhe të jetë udhëzim e mëshirë për ata që besojnë. Allahu lëshon ujin nga qielli dhe me të tokës pasi që ka vdekur, ja kthen jetën. Ajo është vërtet argument për njerëzit që duan të dëgjojnë. Ju keni shembull edhe te kafshët. Ne bëjmë që nga barku i tyre të pini tambël, qumësh të kulluar, që bëhet nga përtypja në stomak dhe nga gjaku, të shishëm për ata që e pinë. Kurse nga frutet e panjes dhe pjergullës, merrni pije dhe ushqim të shishëm. Ajo është një mend argument për ata të cilët kanë mend. Zoti i tyre e ka frymëzuar bletën dhe i tha, pra nga jeti 68 dhe 69, e mërtohet edhe surja Nahl, kjo sura, pra që jemi duke lexuar, pra surja Bleta. Vazhdojmë. Zoti i tyre e ka frymëzuar bletën dhe i tha, bëni vetës shtëpia në përmale dhe lisa, edhe në atë që ata mbulojnë. Pra, i tregon Zoti bletës ku duhet bëjnë shtëpitë e tyre. Pastaj, ha fryte të lloj-llojshme, mandej dhe urtësi. Me urtësi ecë rrugëve të Zotit tënd. Nga brendia e tyre dalin pije me ngjyra të ndryshme, që është shërim për njerëzit. Ajo është një argument për ata që mendojnë.
Pra mjalti ka edhe shije të ndryshme, por edhe ngjyra të ndryshme. Për shembull, është ajo e livadheve, është ngjyra më e qetë si ngjyrë ari, ndërka që e gështenjës është nga ngjyra e kaftë e tjera e tjera. Allahu u ka krijuar e pastaj u a merr shpirtin. Ka nga ju të cilët përjetojnë pleqëri të thellë, në mënyrë që të mos din asgjë nga ajo që e kanë ditur. Allahu është vërtet i gjithdijshëm dhe i gjithfuqishëm. Pra, kur vjen pleqëria, krejt çka kemi ditë, kemi me haru. Prandaj është hajrat i madh nëse ti e shkruan një libër dhe e lën për pasardhësit e tu, për njerëzit që do ta lexojnë atë libër. Ose ju që nuk shkruani libër, për shembull, unë e kam këto fletoret e vogla, i them fletoret e shpirtit. Dhe shpesh herë kur më vin ndërmend ndonjë ide, po ndonjë fjalë e urtë, që frymëzohem, qoftë duke lexuar, qoftë duke dëgjuar, e krijoj një frymëzim për veten dhe e shkruaj këtë fjalën e urtë me shkronja me laps fletore, në këtë fletore dhe e shkruaj aty për shembull muajin, datën dhe vitin kur e kam shkruajt dhe këto fletore do t'ja lej nipave, stërnipave, mesave, sepse këto nuk prishen, as nuk thyhen, vetëm nëse merr dikush edhe e shkryn apo e djeg apo e gjuan. Vazhdojmë. Prandaj sepse thot kur të vjen pleqëria do të harroni krejt çka keni ditur. Allahu u jep disave më shumë se sa të tjerëve, por ata të cilëve u është dhënë më shumë nuk u japin atyre që i kanë në posedimin e tyre. Edhe pse kanë nevoja të barabarta, a e mohojnë edhe dhuntinë e Allahut? Domethënë Zoti i jep dikujve që më shumë e dikujve më pak. Por edhe atyre që i jep më shumë, edhe ata thotë nuk i japin të tjerëve, atëherë thotë kjo është një lloj mohimi i bereqetit që ty Zoti ta ka dhënë. Prandaj më poshtë do ta shihni se Zoti do t'ja merr bereqetin, thotë është atyre të cilët nuk e japin për të tjerët, nuk janë besimtar. Pasuria e tyre është si valët e detit, shumë të mëdhaja, mirë po, kur vinë në bregdet, ato bëhen vetëm shkum dhe nuk ka kur gjë. Ndërkaq pasuria e besimtarit është sikurse perlat, ari, gjanat e çmueshme në fund të oqeanit. Dhe shpesh herë oqeani trazohet, deti trazohet dhe ato perlat dalin në bregdet dhe njerëzit i marrin. Prandaj, kështu pra është pasuria e jo besimtarit dhe atij që nuk e jep dhe pasuria e besimtarit. Allahu krijon për ju femra të llojit tuaj, kurse prej grave tuaja u jep djem e nipër, u furnizon me sende të bukura. Mirë po, ato gënjeshtrës i besojnë për gratë, kurse dhuntinë e Allahut e mohojnë. Ka prej disa grave që pa marrë parasysh ato janë dhunti për burrat e tyre dhe i Zoti thotë i jep edhe fëmijë dhe tjerë, po ka edhe prej atyre të cilat gënjeshtrës i besojnë dhe të mirat e Zotit i mohojnë. Dhe i falen përveç Allahut atyre që nuk janë në gjendje t'u japin asnjë farë ushqimi, as nga qielli, as nga toka dhe nuk munden asgjë të bëjnë. Pra, i falen idhujve në kohën para profetit Muhammed, janë fal idhujve nga të gdhendur, nga druri, nga guri, nga gjanat ushqimore e tjera. Po mos i sillni Allahut shembuj, Allahu me të vërtet di, por ju nuk e dini. Allahu sjell si shembull robin në posedim, të huajin i cili nuk ka asgjë dhe atë të cilin ne kemi furnizuar, mirë dhe që jep nga jo fshehurazi dhe haptazi. A janë ata të barabartë? Është i barabartë udhëtari i cili nuk ka asnjë gjë, robi i cili s'ka kur gjë, edhe dikush tjetër që Zoti e ka furnizuar shumë dhe ai jep edhe fshehurazi edhe haptazi.
Pra, a janë këta njerëz të njëjtë? Jo, nuk janë. Allahu sjell si shembull dy burra nga të cilët njëri është i shurdhëmemec, njëri hiç nuk nin, as nuk flet, i cili nuk ka asgjë dhe është barë e zotëriu të tij. Kudo që e dërgon, ai nuk i sjell kurfar dobije. A është ai barabart me atë i cili kërkon të veprohet drejt, por që edhe vetë është në rrugë të drejtë? Nuk janë të barabartë. Këtu Zoti i dallon pra njerëzit besimtar, jo besimtar, furnizues, që furnizojnë, që japin, e tjera e tjera. Të Allahut janë shehtësitë e qiejve dhe të tokës, kurse dita e kiametit do të vijë sa hape mbyll syt, ose edhe më shpejt, sepse Allahu vërtet është i gjithfuqishëm. Allahu juve ju nxjerr nga bashqet e nënave tuaja, e ju nuk dini asgjë. U pajis edhe me shqisa për të dëgjuar, për të parë, edhe me zemër, nga se do të jeni mirë njohës. A nuk i shohin ata shpendët si fluturojnë në hapësirën qiellore? Ata vetëm Allahu i mban në lartësi. Këta janë me të vërtet argumente për njerëzit që besojnë. Allahu juve u ka mundësuar të keni shtëpi tuaja, ku banoni, dhe u bën të mundshme që nga lëkura e kafshëve të keni shtëpia, të cilat i bartni lehtë, kur merrni rrugë edhe kur bëni natë. Përpara, s'ka pas shtëpia çdo kush rrugës, po ka pas tenda, dhe këto tenda i kanë bërë nga lëkurat e kafshëve. Dhe kur bëni natë, pra i merrni me veti, kur bunin klapa, bujti, kurse prej leshit e fijeve të tyre bëni gëzofe, shtroj dhe gjëra të dobishme, derisa të shpenzohen. Nga ajo që ka krijuar Allahu ju jep hijen dhe strehimi nga malet, u jep edhe veshje që mbron nga të nxehtit, ju jep parzmore për të mbrojtur në luftë. Parzmore janë ato metalit, që janë, atër kanë qenë shumë të shtrejta, se metali ka qenë një metal, një nxehje shumë e kërkuar, e nevojshme, dhe pra e përmend edhe këto parzmoret. Ju jep edhe parzmore për të mbrojtur shpatat, për në luftë, dhe ashtu u aplotson dhuntit e veta, krejt mirat e veta ju plotson Zoti juve në mënyrë që të jeni të dëgjueshëm. Po nëse ata bishtnojnë, qesin bishta, ani, ti ke për detyrë vetëm ti kumtosh haptazi. Profetit Muhammed thotë, ti mos u brengos, ti vetëm thuaja. A nëse ata bishtnojnë andej këndej, nuk është problemi joti. Ata e din dhuntinë e Allahut, por pastaj e mohojnë. Shumicash janë mos besimtar. Ndërsa në ditën kur prej secilit popull të sjellim nga një dëshmitar, atëherë mos besimtarëve nuk u jepet leje të arsyetohen tek Allahu. Në çdo etapë, çdo popull e ka imamin e vet, liderin e vet. Prandaj edhe këtu thot, prej secilit popull ne kemi me sjell një dëshmitar i cili ka me tregu që o Zot, fjala jote i ka mbërri në Kosovë, fjala jote i ka mbërri në veshët e njerëzve, në shtëpijat e tyre, ka pas libra, ka pas ligjerata, ka pas dëgjime, ka pas njerëzit që janë angazhuar për fjalën e Zotit. Por fjala jote nuk i ka hyrë në zemrat e tyre. E fjala e Zotit mund të mbillet numër 1 në zemër, por në cilën zemër? Vetëm në zemër është kurse fara që e kërkon me i pas kushtet në tokë, se në asfalt nuk mund të mbi. Prandaj edhe fjala e Zotit është sikurse farë hyjnore, e cila e kërkon që me hyjë në zemrën tënde, me lëshu rrënje dhe pastaj ajo me shëndrit
qoftë në pamje, qoftë në të folur, qoftë në sjellje, qoftë në vëzhgim, e tjera. Prandaj dhe këtu Zoti thot, në zemrat e njerëzve ku ka urrëtie, ignorancë, mendjemasi, se mendjemasia vjen prej ignorancës, prej arrogancës, dhe në zemrën tënde ku nuk ka drejtësi, aty nuk hin Zoti. Prandaj me një rast, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ishte përballë Çabes, me shokët, me Imam Aliun, me familjen e tij, dhe i shihte disa njerëz të cilët vraponin për ta prekur, për ta puthur Çabën, gurin e zi, vendet e shejta, pra ato Çabën, gurët e Çabës. Profeti u bë shumë i pikëlluar kur i pa këta njerëz. Dhe erdhën familja e profetit, erdhi vetë Imam Aliu, tha, ja Resulallah, i dërguar i Zotit, për çfarë je mbrolur, për çfarë je i shqetësuar? Tha, shokët e mi, miqtë e mi, thot, për mua janë më e mirë shpirti i një personi, ma i shenjtë shpirti i një personi, se sa gurët e bekuar të Çabës. Sepse ai e dinte që ata persona kishin bërë shumë padrejtësi para se me shku, me bë umrën, me bë Çabën. Prandaj të moshmit tanë kanë thënë, në Çabë nuk shkohet me parat që nuk janë fitu halal, e tjera. Por dhe me një rast tjetër, Imam Xhafer Sadiku e përcjell gjithmonë për profetit Muhammed që Çabja, me shku në Çabë, me vizitu Çabën, edhe profetin Muhammed, xhamin e tij, vendin e tij ku është në amshim trupi i tij, është obligative për ata që kanë mundësi. Por thot për ata që nuk kanë mundësi, thot mos e kërkoni Çabën e gurit në Mekën, Medine, por krijoni Çabën në zemrën tuaj, sepse Zoti thot është në zemrën e besimtarit. E thot, ja Resulallah, si me kriju Çabën në zemrën tonë, si me gjetë Çabën në zemrën tonë. Thot, Zoti është edhe në Çabën prej gurit që është e shet, gjithashtu vendi shet në Mekë, por edhe në zemrat tuaja në të cilat nuk ka këto tri sende. Një, thot, urrëtia, e dyta, mendjemasia, dhe e treta, padrejtësia. Prandaj, mbillni dituri në zemrat e tuaja, por fara e Zotit, dituria, fjala e Zotit, nuk rrin në zemrat e juaja nëse keni këto tri vese shumë të këqija. Nëse i bën ti padrejtësi dikujt, hiç mos hyn namaz, Allahu Ekber, sepse Zoti nuk e ka rëndësi lidhjen tënde me të, por e ka me rëndësi lidhjen tënde me të tjerët, sa je i drejtë, sa je i sinqert, sa e tjera. Vazhdojmë. Ndërsa në ditën kur prej secilit popull do të sjellim nga një dëshmitar, atëherë mos besimtarve nuk u jepet leje të arsyetohen tek Allahu. Mjaft, ju ka ardhur fjala e Zotit, s'ke çka mu arsyetu. Ata që kanë bërë krime, kur ta përjetojnë dënimin, ai nuk do t'u lehtësohet, as nuk do t'u anulohet. Kurse ata të cilët ati i kanë konsideruar shok të barabartë, politeistët, kur t'i shohin shokët, hynit e veta thonë, Zoti ynë, këta janë hynit tona, u jemi falur atyre, e jo ty. Do më thënë, të njëjtit njerëz që i kanë pas qoftë shefin, qoftë patronin e veta, po ku ta di unë që i kanë pa pasanikti, i kanë pa sikur Zot, sepse ai thot mos t'i shkon filani, on kesh tu vdeka, po ku ta di unë, një doktor shumë i mirë, pra nuk e ka drejtu mirënjohjen, fjalën, miradije të ti të Zoti, po të filoni. Dhe kur ti thonë, kur ti shojnë shokët e vetë që i kanë adhëruar këtë dynja, apo këngëtarët e vetë që ka thojnë, unë e adhëroj filan këngëtarin, ata do të thojnë, o Zoti ynë, thotë u jemi falur atyre, i kemi adhuruar ata, hynit do t'u akthejnë me ironi, ju me të vërtet jeni gënjeshtar.
Edhe ata atë ditë do t'i përulen Allahut dhe do t'i humbasin atë që ka krijuar. Ata të cilët nuk kanë besuar dhe kanë kontribuar t'i shmangin të tjerët në rrugën e Allahut, ne do të ashtojmë dënimin për mbi dënim për shkak se bëjnë çrregullime. Pra shikoni, edhe me shmang dikon nga rruga e Zotit, shpesher bëjnë lloj reklama, qoftë në Big Brother, qoftë andej, duke bërë reklamat e mëdhaja për me fitu diçka, por në një farë aspekti i shmangin njerëzit nga morali, nga rruga e drejtë. Ka lloj mënyra. Kurse atë ditë kur të sjellim kundër çdo populli nga një dëshmitar nga veta i popull, ndërsa ty të sjellim dëshmitar kundër tyre, profetin Muhammed, ne ty të shpallëm librin si sqarim për çdo send dhe udhëzim e mëshirë, si dhe lajm të gëzueshëm si hariq për ata që janë të musliman, pra për ata që janë të nënshtruar. Allahu urdhëron drejtësi dhe mirësi, ndihmë dhe respekt ndaj të afërmve dhe ndaloni moralitetin, neverinë dhe gjithçka çka është krim dhe urrëtie. Ai u këshillon të pranoni mësimin. Ky verseti është me të vërtet verset që duhet më ul, me mendu, a i ke ti këto virtyte apo këto vese. Pra, Allahu urdhëron drejtësi, a je i drejt ti me veten tënde njëherë, me të tjerët, me familjarët, me shoqërinë e tje. I drejtësi, mirësi. Ku e ki vendin? Shikoje, ndihmë. A i ndihmon njerëzve apo veç fjalë qështu. Dhe respekt ndaj të afërmve. Ndihmë dhe respekt ndaj të afërmve. Dhe a ndaloni moralitetin. Ti nuk mundesh me bon ndihmë dhe respekt ndaj një shoqës tënde, gjërisa nuk flet me motrën tënde, nuk e respekton vllahun tënd. Prandaj, këto janë virtytet e njeriut. Dhe ndaloni moralitetin. Duke fillu prej immoraliteti, pra prej gjanave që ka janë kundër moralit, pra shpesher përmendet edhe zinaja, apo në gjuhën shqipe përmendet edhe Kurani, kurvëria, neverinë dhe gjithçka që është krim dhe urrëtie. Pra këtu i kemi 4 virtyte dhe 4 vese të shoqërisë. A keti neveri ndaj një personi? Nëse neve një person na nervozon, na bën nervoz, na bën të ndihemi keq. Kjo është për arsye se ju nuk e shikoni atë person nga perspektiva e tij. Nëse dikush ma ka thënë një fjalë të keqe, ose më ka lëndu diçka, unë nuk duhet me njëherë ati m'ja kthy me të keqe, po njëherë me hy në botën e tij. Pse ai mu më lëndon? Nga ka marrë ato informata për me më lëndu mu. Gjerisa na nuk kalojmë në anën e kundërt të tij dhe nuk e shikojmë me perspektivën e tij, atë person i cili më lëndon, i cili ndoshta dhe më bën dëm, ma abuzon autoritetin, atëherë na gjithmonë kemi me kriju për veti neveri, kemi mi urrejt njerëzit. E që ka thamë ma parë, Zoti thot nuk hy në zemrat në të cilat ka 3 sende, se aty zemra është qabja, 3 gjëra. Kjo mendimasia, urrejtja dhe padrejtësia. Pra, qabën e kemi në zemër tonë, nëse na nuk kemi urrejtje. Si mës me urrejt. Nëse na i shikojmë krejt njerëzit si krijesa të Zotit, dhe nëse na çdo punë që e bëjmë, nuk e bëjmë për veti, e bëjmë në emër të Zotit, por nuk e bëjmë për veti se duhet me bë, se ndonjëherë edhe burri edhe gruaja jote nuk e meriton një të mirë që ti ja bën. Por pasi që jemi krijesa njerëzore dhe nuk jemi të përsosur, atëherë për këtë arsye na e bëjmë diçka për hatër të Zotit. Ja jep edhe një gotë ujë, jo që e meriton, po vetëm o Zot po e bëj për hir tëndin, për hatër tënd. Pse ky person, në anën e kundërt,
Pra ky person është robi yt. Vazhdojmë. Dhe zbatoni obligimet e Allahut për të cilat jeni ngarkuar dhe mos e theni betimin, pasi që e keni dhënë me vendosmëri, e për garant keni marrë Allahun, sepse Allahu e di se çka punoni. Dhe mos u bëni si ajo e cila e këputi pëlhurën e vet pas një qëndrese të fortë, dhe mos i përdorni betimet tuaja si mbrojtje ndër veti, vetëm sa për të dominuar njëra familje ndaj tjetrës. Allahu me këtë vetëm ju provon, kurse në ditën e gjykimit me të vërtet do t'u asqaroj atë rreth të cilës jeni konfrontuar. Vetëm një moment. Këtu përmendet një grua e cila pas ka qenë në kohën e profetit para islamit, një grua e marrë, robreshat e veta, e marrë do më thënë, jo e marrë që nuk ka mendje të shëndosh, robreshat e veta deri në drek i detyronte të tjernin e pastaj pas një arsye urdhëronte të qtjernin. E për këtë duhet pak një shpjegim më i madh. Unë jam e lumtur, siç po e shihni këtu, e kam kompletu qëtu apsheni në raftët e mia, dje nga shoqata Vladi, kam kompletu tefsirin nga tefsirin e Kuranit, 30 libra voluminoze nga Mekarem Shirazi. I kam pas vetëm 10 komplete, po tash i kam bë 30 libra. Dhe kjo pra është komentimi i përsosur i Kuranit. S'kisha thani përsosur, po sidomos, sidoqoftë e kanë shkruajt kështu pra. Përkthimin, dhe me siguri po t'ishim nalë në këtë verset, do të kishim marrë ndoshta një orë kohë, por sidoqoftë unë ta bëni në nënvizim dhe veçmas do ta shpjegojmë këtë rastin. Vazhdojmë, pra pas ka qenë një grua e cila e marrë, çmendur, arrogante, i ka robreshat e veta, i ka urdhëru që të thurin diçka e pastaj të i shthurin krejt ato që i kanë punu. Vazhdojmë. Allahu me këtë vërtet ju provon, kurse në ditën e gjykimit me të vërtet do t'u asqaroj atë rreth të cilës është konfirmuar. Po të kishte dashur Allahu, do të kishte bërë një popull, po ai e lë në humbje këdo, dhe ju me të vërtet do të përgjigjeni për atë çka keni punuar. Shiko, ai e lë në humbje këdo, dhe ju me të vërtet do të përgjigjeni për atë çka keni punuar. Ndërsa në surën Rum, Zoti thot, dhe Zoti nuk e udhëzon asnjë popull, pra nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ata vetë nuk fillojnë me ndryshu. Pra ndryshimi fillon nga vetja jon, pastaj vetvetiu ti reflekton në familjen tënde, që ke bën ndryshime të bukura në jetë, pastaj në shoqëri, e nga shoqëria fillojnë edhe ndryshime tjera, revoltat, rebelimet, protestat e ndryshme, dhe derisa një popull nuk dëshiron të jetë i udhëzuar, Allahu nuk e udhëzon. Dhe Zoti thoshte ja tregoj fjalën e tij, e pastaj dhe ja lë lirë vullnetin e lirë për të cilin njerëzit do të përgjigjen. Dhe nëse të ka ardhur fjala e Zotit dhe e ke kthyer shpinën, atëherë ti do të përgjigjesh për ato se sa të ka ardhur fjala e Zotit, sa e ke pranu, sa e ke mohu. Po nëse jetojmë me një xhungëll apo me një fshat në Kuks atje malor ku nuk i ka arrit fjala e Zotit, normal që Zoti e ka mëshirën e tij se nuk do t'i dënoj me xhehenem.
Dhe mos i përdorni betimet tuaja për të mbrojtur ndër veti. A di kur themi në pasha Allahun, pasha Zotin. Jo. E të rrëshqas këmba pas përqëndrimit të fortë. E të shjoni rrezikun për shkak se keni larguar të tjerë nga rruga e Allahut. E të fitoni vuajtje të mëdha, sepse shpesh njerëzit përdorin betimin rrejshëm. Prandaj thot t'ju rrëshqas këmba dhe do të fitoni vuajtje të mëdha nëse përgënjeshtroni. Edhe besën që i keni dhënë Allahut mos e ndërroni për diçka që nuk vlen. Ajo që është te Allahu ta dini se për ju është më mirë. Besa që kemi dhënë Allahut është dëshmia. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. E pastaj vazhdon ndash Alijen Veliullah, Ebu Bekër, Sedikin e tjera, mirë po formula kryesore, dëshmia, besa është ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pra, ajo që keni ju është kalimtare, e ajo që është e Allahut është e përhershme. Ata që kanë duruar, ne me siguri do t'i shpërblejme, me shpërblime shumë më të mira se sa kanë punuar. Ati që bën mirë, qoftë mashkull apo femër, e që është besimtar, shiko, është besimtar dhe bën mirë, ka dallim, sepse me një rast tjetër Zoti thot, ka fundi të gjyzin 3 vjetë nëse s'gaboj, thot Zoti nuk i pranon punë të mira nga punë këqinjet. Nuk mund është ti me shku me bo një hajni, me shit drogë, si kur preshev që ka ndodhë, dhe me qenë bamirë si numër 1 i ati fshatit, pse pas ka ndreqë një xhamie, pse po kujdes ka për rrymën e xhamisë e tjera. Allahu nuk i pranon veprat e mira prej punë këqinjeve. Edhe kjo thot, ati që bën mirë, qoftë mashkull apo femër, e që është besimtar, ne do t'i mundësojmë të qoj jetë mirë. Dhe vërtet, do t'i shpërblejmë me dhurat më të mirë se sa kanë punuar. Kur do që të këndosh Kur'an, kërko të Allahu mbrojtjen prej djallit të mallkuar. Sa herë dëshiron të lexon Kur'an, zimbau këtë lotët e tua, inshallah janë dëshmi për Allahut, që fjala e Allahut përmes gojës time, përmes këtyre mjeteve teknologjike, po dëpërton në zemrën tënde, se si që thash, për me pregadit, me kalu nga goja në vesh, e nga veshi në zemër, kjo do me thonë që zemra jote është vendi i Allahut, prandaj po të preket zemra jote prej fjales Zotit dhe po qanë, dhe mos e nal lotin, sepse Imam Aliu paqja e Zotit qotë mbi ta dhe familjen e tij një ditë thotë, të mirët ata që zemra e tyre ju ka bërë gur. Pra loti i tyre, më falni, ju është bërë sigur. Të mirët ata. Faleminderit për giftat, vlla apo motën e nderuar. Vazhdojmë. Kur do që dëshirojmë me lexu Kur'an, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I mbështetëm Allahu të më ruaj nga shejtani mallkuar. Shejtani është më i fortë kur hyn në shejtanin njeri, sepse shejtani vetëm idetë e tia futet në mendimet e tua për ta dobësu bindjen në fjalën e Zotit. Prandaj kur njeriu bëhet shumë mëkatar, ai në një farë mënyrë është si shejtani i gjallë dhe ai ndikon te ti. Prandaj gjithmonë duhet edhe fëmijët me mësu, në shpesh herë fëmijët kur kanë qenë të vegjël i thëshëm, oj mam, kur ju vin mendimet e këqija, kur ju vjen ndonjë shok i thot hajde ta bëjmë çet punën, ndonjë shoqe, hajde ta bëjmë, hajde se s'na sheh nona, hajde se na menjëherë mendoje që Zoti po këshyr, po të shikon Zoti dhe thuajën vete për mos me ofendu tjetrin, thuajën vete, a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Prandaj edhe Kuranin kur lexojmë gjithmonë e nisim me eudhu billah. Me të vërtet ai nuk ka asnjë farë pushteti mbi ata të cilët besojnë dhe janë të bindur në Zotin e tyre, pra shejtani s'ka pushtet për mbi neve. Pushteti i tij është mbi ata të cilët e marrin atë si mbrojtës dhe i që bëjnë Allahut shok të barabart. Mos t'i shkon filani, une s'kesh të pas as punë, as jetë, as me ndërtu jetën, as me gjetë një vend pune. Do me thonë, i mbështetemi na njerëzve në vend se me thonë, o Allah, ti po e din gjendjen time, unë kam nevojë për ndihmën time, unë e habitem me njerëzit si kërkojnë ndihmë për i tjetër kujt, derisa Zoti thot, pse po ankohesh te tjetri, thot, nëse ai tjetri është besimtar, është i mirë, por nuk ka mundësi, ai ka mu dëshpëru që s'ka mund të me ndihmu, por nëse është i keq, është shejtan veti, ai ka me u knaq që ti po mbështetesh tek ai. Prandaj keni kujdes, mos u mbështetni tek njerëzit, pa ju drejtu Zotit, sepse Zoti vetëm më shumë ju vështërson punët, por na mundem me thënë, o Allah, dërgoj njerëzit e tu të mirë, të ma japin qatë në shkrim që ty po duhet, si shembull e bëra. Pushteti i tij është mbi ata të cilët e marrin atë si mbrojtës dhe që i bëjnë Allahut shok të barabart. Mos t'i shkon filani, unë kesh të u t'u shkatru.